Këtë tashmë nuk do ta përdori Izraeli, pra nuk do ta shisë Izraeli, por çfarë bëri Trumpi? Bëri bordin e paqes, cilin e kaloi në Këshillin e Sigurimit, çuditërisht që e votoi edhe Kina dhe Rusia, nuk e di se si votuan atë, dhe tashmë ky bordi i paqes do të bëj marrëveshje me Chevronin për shitjen e gazit dhe naftës që ka në Gaza. Bordi i paqes, po, bordi i paqes, pra e ka vetë direkt. Pikërisht, e ka vetë direkt. Pra e gjitha kjo dhe me bashkë me këtë mund të plotësoj këto nevojat e këtyre vendeve që tham. Por çfarë do të bën tash? Duke qenë se ti hoqe naftën dhe gazin, pra duke qenë se Evropën dhe Azinë bëre të varra dhe gjithë kjo që do shitet, ky na dhe do të shitet me dollare. Pra $4 mbizetron sërish. Por ama duke bler naftën dhe gazin të Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë në Amerikë, qoftë këtu. E para ti po blen gazin 3 herë më shtrenjtë, edhe naftën 3 herë më shtrenjtë. E dyta do të thosh sa edhe koston. Atëherë, në Evropë mallrat nuk do të prodhohen më me të njëjtën kosto që prodhoheshin. Do prodhohen me kosto shumë të lartë. Dhe atëherë më pak i konkurrueshëm. Gjithë industria evropiane nuk ka më interes që ta mbaj fabrikën në Evropë, por ka interes që ta çojë fabrikën në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku i del kostoja më e mirë. Pra, njëkohësisht, duke e bërë Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke e bërë Evropën koloni energjetike, edhe e deindustrializojnë, me detyrim deindustrializimi. Sepse i detyruar ta zhvendosësh industrinë për të mbijetuar. Dhe këtë industri do ta zhvendosësh Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe po çon Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e merr më mbrapsht kurrë, në jetë tjetërve. Njëjtën gjë do bëjnë edhe vendet aziatike, sepse do i rritet kosto. Atëherë do ta çojnë. Këtu problemi mbetet në Kinë. Çfarë do bëj Kina? Pra, a do përplasë Kina se do të kemi një gjë. Jemi në të njëjtat pika që patëm, në të njëjtat probleme që kemi pasur gjatë luftës së dytë botërore. Luftën e dytë botërore, Japonia hyri në luftë me Shtetet Bashkuara të Amerikës jo për shkak se Japonia ishte pjesë e aksit e boshtit nazifashist. Jo, hyri për shkak se Shtetet Bashkuara të Amerikës bën të njëjtën gjë nga Japonisë. Pra me anë të forcave të tyre detare, i bën bllokadë detare Japonisë ndaj naftës dhe gazit që merrte nga vendet e tjera. Dhe për këtë arsye Japonia vendosi që të sulmonte Pearl Harborin, ku ishte baza kryesore e forcave detare amerikane që bllokonin që kishin bërë bllokadën detare. Pra kjo ndodhi. Por ama Kina nuk është Japonia e atëhershme. Të njëjtën gjë po bën sot të njëjtën gjë po bën sot SBA-ja ndaj Kinës siç bëri ndaj Japonisë. Por ama nuk guxon ta bëj këtë në detin e Kinës, sepse aty është totalisht e izoluar, atëherë ka vendosur ta bëj këtë në Oqeanin Indian. Prandaj kjo mund na çojë drejt një lufte tretë botërore, në varësi të asaj se çfarë do veproj Kina. Pra Shtetet Bashkuara të Amerikës po mundohen me të gjitha forcat dhe mënyrat të mbajnë primatin e hegemonisë ekonomike dhe industriale, pra në atë që Trumpi thoshte që America First. Pra America First, kjo është, do të thotë që të gjitha, edhe industrinë, edhe të gjitha të shkojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe nafta dhe gazit merret nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe jo më nga vendet arabe. Pra vendet arabe po falimentojnë në këtë aspekt. Dhe është interesi i Shtetet Bashkuara të Amerikës që të falimentojnë. Pra vim të ajo shpreha që thoshte Henry Kissingeri që të jesh armik i Amerikës edhe mund të mbijetosh. Pra mbijeton Rusia, mbijeton Irani si armik i Amerikës, por të jesh mik thoshte është dekepruese. Dhe të gjithë miqt, përfshi Evropën dhe vendet arabe, po vdesin. Duke qenë miq të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe e dyta, le të vim të sqarimi tjetër, se kemi një sqarim tjetër. Atëherë, aktualisht në atë 19% që të naftës dhe gazit që hartën ku janë gjitha ato në atë 19% të naftës dhe gazit që Kina merr në Rusi. Aktualisht nga 100%, ajo tjetra ska gjë, nga 100% të asaj naftës, s'ka rëndësi, nga 100% të asaj naftës që merr në ganë të nazit që merr në Rusi, e merr nëpërmjet detit, pra 40% të saj e merr nëpërmjet anijeve detare. Dhe gjitha këto anije kalojnë nga Groenlanda. Dhe arsyeja pse Trumpi kërkon që të bëjë edhe atje një bllokadë detare, sepse kalojnë ujërat territoriale të Groenlandës. Duke kaluar ujërat territoriale të Groenlandës, në rast se Groenlanda bëhet Amerikë, automatikisht të ujëra bëhen amerikane dhe nuk i lejon me anijet kineze të 40 të kalojnë atje dhe i bën bllokadë. Pikërisht, dhe i bën bllokadë. Edhe për naftën që merr nga Irani dhe i bën bllokadë edhe për naftën që merr nga Rusia. Dhe në këtë mënyrë është shkatarron ekonomikisht. Pra në rast se i bllokon edhe naftën e Rusisë, atëherë po e dëmton, sepse i bie që ti bllokosh 30% të naftës. Pra 30% është shumë në krahasim me 13%. Pra me 13% e ngandalson, me 30% e dëmton. Po, drejtat. Dhe sërish Amerika mban primatin e asaj që quhet unipolaritet. Po, domethënë jemi përballë një operacioni, jemi në një luftë jo aq pa menduar. Jo, nuk është i pamundur. Ky operacion ka nisur me kohë, pra ka nisur me kohë, ky operacion ka nisur që me sulmin ndaj Irakut. Se qytetarët e shikojnë Trumpin edhe mendojnë se ky bën atëherë do të kemi një parasysh. Trumpi është një sociopat. Por të gjitha këto veprime që po bëhen, nuk mund t'i bënte tjetër përveç se një sociopat. Prandaj Deep State-i, i cili ka marrë në dorë Amerikën që pas vrasjes së Kennedyt. Që me vrasjen e Kennedyt ka marrë në dorë Deep State i Shtetit Bashkuar të Amerikës,
po punon që të mbaj vetëm primatin e unipolaritetit. Pra Amerika tjetë mbreti i kësaj bote dhe askush tjetër, pra mos hyj ky multipolariteti. Dhe por që sot në këtë pikë jemi që të arrish të bësh këto lufta, këto përplasje politike, që ti kthesh aleatët në vasal, pra Evropa ishte aleat dhe tashmë po kthehet koloni, që ti kthesh aleatët në koloni. Të duhet një sociopat që ta bëj këtë. Dhe Deep State e ka zgjedhur këtë sociopatin, pra Trumpi është sociopat, por është sociopati i dur, në kohën e dur, në vendin e dur për Deep State-in, për të arritur ato qëllime politike që i shërben këtij vizioni. Jo aq kaotik se njerëzit që na ndjekin dhe që ndjekin ngjarjet ndërkombëtare drejtan paktën prej disa vitesh e lexojnë këtë si një gjë, si një kaos i çorganizuar. Jo, nuk është kaos i çorganizuar, është një kaos i organizuar, i bërë kastile, i kontrolluar dhe i parapërgatitur. Dhe të gjitha veprimet e Trumpit janë kaotike, janë veprimet e një sociopati, thash, janë veprimet cilat mund t'i bëjë vetëm një sociopat, sepse vetëm një sociopat mund të sulmoj papën. Ja, do dalim. Pra nuk do të jesh sociopat që të sulmon papën. Një njeri me arsye të shtendosh, pavarësisht se mund të jenë shërbim të Deep State, nuk mund ta bëj këtë gjë. Sepse nuk e lejon arsye. Po këto thua ti e bën për një qëllim, bën për një qëllim, edhe sulmi ndaj papës. Edhe sulmi ndaj papës është bërë për një qëllim të caktuar. Ose po them për dy qëllime të caktuara. Sulmi ndaj papës. Se duket se hoqi edhe një postim që lidhej me veten që Po jemi te papa. Jemi te papa. Të dy edhe sulmi ndaj papës është bërë për dy qëllime të caktuara totalisht. Dhe këto dy qëllime të caktuara të sulmit ndaj papës janë e para Trumpi po kërkon të krijojë atë skizmën që ndodhi në Anglinë e vitit 1400-1500, kur ndodhi skizma midis ndarjes fetare midis kishës katolike dhe protestante. Aktualisht Trumpi po bën Ky është postimi. Po, aktualisht Trumpi po bën pothuajse të njëjtën gjë, duke sulmuar papën, edhe atëherë papa u sulmua në forma të ndryshme, edhe tashmë papa u sulmua nga presidenti i Amerikës për të bërë skizmën fetare, pra për ta ndarë Shtetin e Amerikës nga katolicizmi papal. Dhe për të bërë fe zyrtare të pashpallur zyrtarisht evangelizmin kristiano-zionist. Sepse Trumpi përket evangelistëve kristiano-zionist. Kjo është arsye e parë. Pra për ta ndarë katolicizmin amerikan nga evangelizmi kristiano-zionist dhe për ta bërë që evangelizmi kristiano-zionist është feja kryesore e amerikanëve, pra s'kemi lidhje me atë. Dhe shikoni, kjo ajo që hoqi, por kjo është shumë interesante. E shihni atë që ngjasin, ai e shihni me brirë atje mbrapa? Po. Ato janë shenjat e këtyre kristiano-zionistëve të Baalit dhe shenjat e djallit që ata paraqesin. Ato mbrapa. Po ajo mbrapa, ajo me krah dhe me brir. Kurse ajo që ka pasur është pa brir tjetra. Dhe është pa krah. Aha. Pra ajo atje tregon shejtanin, tregon dreqin. Pra ky po e zyrtarizon një fe duke ndarë nga katolicizmi, ndërsa e dyta çfarë është? E dyta na sjell te ajo që thash pak më parë, te çështja e negociatave. Pse te çështja e negociatave? Atëherë pse Trumpi nuk do ta pranonte që JD Vance të arrinte një marrëveshje në këto negociata dhe të firmosej nga JD Vance, sepse JD Vance i përket klasës katolike. Pra është katolik. Nuk është evangelist. Shkojmë te papa që shkon shpesh. Është katolik dhe jo evangelist. Dhe Trumpi si evangelist, kristiano-zionist nuk do të pranonte asnjëherë që një katolik të merrte atributet e bërjes së një paqe, sepse automatikisht sa ngjan e pshtejnit ai aty më se po shikoja regjia edhe një herë atë foton aty. Aha. Po mund të jetë të bërë kastile, nuk ka. Pra, që JD Vance merrte atributet e një paqe, sepse në rast se JD Vance do ta bënte këtë. Atëherë automatikisht kjo do t'i krijonte mundësinë JD Vance që presidenca e ardhshme amerikane t'i kalonte automatikisht këtij. Dhe qartë. Trumpi nuk ishte interesuar që kjo paqe të arrijë, nuk ishte interesuar që këto marrëveshje të arrijnë në një përfundim, prandaj do t'i prishte këto marrëveshje me gjitha format dhe mënyrat. Dhe nuk do të rajonte JD Vance për këtë. Pra, edhe sulmi që është bërë ndaj katolikëve, është bërë ndaj bazës të zëvendës presidentit, zëvendësit të tij, i cili ka ardhur me fitoren baza votuese të janë katolik. Ka bazë votuese katolike drejta? Ka bazë votuese katolike sepse në Amerikë ka bazë votuese katolike dhe të mos harrojmë që presidenti i vetëm demokratik ishte Bashkuar Amerikës, i cili ishte dhe që ishte katolik dhe presidenti i vetëm katolik ishte Kennedy, të cilin edhe këta kristiano-zionistët e vranë. Për këtë arsye e vranë. Dhe për këtë arsye, të njëjtën arsye nuk do të lejojnë që një katolik tjetër të marrë atributet e një personi i cili mund të bëjë paqe dhe të zëvendësojë nesër Trumpin. Pra kjo e ka prapaskenë e vet drejta. Sulmi ndaj papës është me prapaskenë të qëllimshme për këtë arsye. Shumë interesant shpjegimi edhe
i mbërthyer si duhet. Ndërkohë Dritana, gjatë shpjegimit të ndoqja kur thej që varet shumë se çfarë do bëj Kina. Absolutisht. Tani, nisur nga ajo që diskutuam, Kina nuk mund të pranojë të paktën që këtë pozicion ku e ka vendosur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, ndërkohë kjo është The Economist që thotë kur mos e ndërprit kundërshtarin tënd kur ai po bën një gabim. Po, por unë nuk jam dakord me The Economist për arsye se siç e shpjegova, ky veprim i Amerikës nuk është gabim. Pa ky është një veprim i kalkuluar. Për të arritur këtë projekt që të mbaj unipolaritetin dhe të mbaj fuqinë, dhe jo vetëm unipolaritetin, por tashmë të mbaj fuqinë ekonomike totale në gjithë botën, sepse në rast se gjithë bota do të varet të shkojë të blejë naftë dhe gaz te Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe gjithë industria e botës do të zhvendosë te Shtetet Bashkuara të Amerikës, atë Shtetet Bashkuara të Amerikës bëhen pronari i gjithë botës. Pra, tu nuk kemi të bëjmë me një gabim, pavarësisht se ekonomistë shef të si gabim. Për mua ky nuk është gabim. Pra, ky është një plan i mirëfillt i bërë me një qëllim të caktuar dhe në këtë moment s'është duke bërë gabim. Pra, kur e shef nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk është gabim. Kur e shef nisur nga mënyra është gabim. Ajo që them unë është do ta pranoj sepse prandaj duhet parë se çfarë do veprojë Kina. Ti lësh në dorë një shteti tjetër levat e kontrollit të stabilitetit tënd të brendshëm. Pikërisht kjo ka të bëjë sepse në rastin që ti ke kontrollon sigurinë energjetike, kontrollon sigurinë ekonomike, atëherë ti kontrollon edhe çështjet politike të atij vendi. Po themi pra. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës çka kanë bërë? E kanë lënë Groenlandën për të fundit. Pra në momentin që kjo arrin, pra në rast se do të arrijë dhe Kina nuk do të reagojë, pra në rast se Amerika do të ndalojë anijet amerikane, gjithnjë në rast se do të ndalojë anijet amerikane. Bëhet llafi. Anijet kineze. Anijet kineze, m'falni. Pra Amerika do ndalojë anijet kineze. Dhe Kina nuk do reagojë, nuk do ketë përplasje, atëherë pasi të arrijë, në rast se arrin këtë sukses sajn, atëherë vitin tjetër Shtetet Bashkuara të Amerikës do ta marrin me forcë Groenlandën dhe do ta bëjnë pjesë e Bashkuara të Amerikës. Do shkojmë edhe në mënyrë që të bëjë edhe bllokimin tjetër dhe pastaj nisur nga ky plan i madh që të bëhet edhe ai bllokimi tjetër i Kinës dhe atëherë ose mbetet që Kina të bëjë një luftë vitin tjetër me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ose kemi një problem tjetër që e cekëm, pra çështja e një vend shkon drejt një lufte civile për dy arsye, për arsye sociale dhe për arsye fetare. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë aktualisht në një problem social të madh brenda. Pasi kanë një problem social me emigrantët, kanë një problem social me klasën, me stresin e tyre të mesme dhe me stresin e tyre të madhe. Dhe këtij problemi social po i shtohet edhe problemi fetar, cilin po e shton Trumpi. Pra përplasja midis katolikëve dhe evangjelistëve. Të mos harrojmë që të gjithë refugjatët, pra pothuajse 90%, edhe më shumë, 95% e gjithë refugjatëve të Amerikës Latine që ndodhen në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe që përbën një popullsi shumë të madhe, pra sipas Trumpit diku rreth 30-40 milion, janë gjithë katolikë. E qartë. Pra kjo mund të na sjellë në një përplasje vitin tjetër ose edhe më herët në një përplasje civile në Shtetet Bashkuara të Amerikës për shkak të fesë dhe sociales. Dritan, ndërkohë ka dalë në sipërfaqe edhe një përplasje e mundshme për herë të parë presidenti turk Erdogan ka folur, ka përmendur skenar si të Libis dhe Karabakut ku nënkupton edhe futjen marshimin me trupa drejt Izraelit, pra një luftë drejt për drejt me Izraelin. Pikërisht. Erdoani më në fund ka arritur të kuptojë gabimin që ka bërë dhe që është përdorur si qend pitbull nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Izraeli atë që thash. Pra, në rast se na ndihmon sërish regjia me atë me hartën e gazit dhe të naftës që ishte ajo Levantinia për të shpjeguar pra. Okej, edhe këtu. S'ka rëndësi. Kjo. Pra, Erdoani rrëzoi qeverinë në Siri dhe luftoi Asadin duke i dhënë mundësinë Izraelit që të marrë nën kontroll të gjitha fushat e naftës dhe gazit në detin e Sirisë, komplet në këtë zonën. Po. Për sa kohë ekzistonte Asadi, Izraeli nuk guxonte të merrte këto, nuk mund të merrte këto. Ra Asadi dhe Izraeli vuri atij agentin e vet, Al-Jolanin, që është nëpërmjet tij, po okay. Nëpërmjet tij po kontrollon gjithçka këtë. Dhe e para e dyta, po do kontrolloj këtë tjetër, por kryesorja është Siria për Turqinë. Dhe duke ndodhur kjo, tashmë kur po bëhet kjo gjë, dhe kur u krijua ky bordi i Baqës, dhe u pa që bordi i Baqës do të menaxhojë këtë rripin e gazit, këtë pjesën këtu të gazit, atëherë Erdoani e kuptoi që është përdorur. U përdor për interesa izraelite dhe për interesa amerikane, për interesa të këtij kristiano-zionizmit, që tham, të këtij fashizmit izraelito-amerikan. Dhe tashmë ka një gjë. Këtu kemi Kiprën. Kjo është Kipro greke, kjo është Kipro turke. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, më falni, Turqia pretendon që kjo pjesë e Kiprës, a shihni kjo? Turkish Cypriot claim. Pra, i përket Turqisë, kjo pjesë e Kiprës, pra kjo pjesë e Kiprës turke. I përket Turqisë. Dhe duke qenë se i përket Turqisë,
Këtu ata pretendojnë që ky bazeni shkon edhe këtu. Pra kam të drejta këtu. Dhe çka ka bërë? Turqia tash i ka nisur prej vjet ndërtimin e 41 anijeve ushtarake. Njëkohësisht ndërtimin e 41 anijeve ushtarake. Para 3 muajsh bëri një stërvitje detare në këtë territor me 125 anije. Me idenë për të bllokuar çdo lloj nafte dhe gazi që del tej. Në dy mënyra. E para, Turqia ka kërcënuar që nuk do të ketë asnjë tubacion nafte dhe gazi që do të dalë këtej pa hyrë Turqia në mes. Nëse mbani mend, marrëveshja që bëri Izrael, Turqi, Greqi. Izrael, Kipro, Greqi. Aksi. Dhe Turqia ka ndërprerë ndërtimin e këtij tubacioni sepse thotë duhet të jem edhe unë pjesë sepse më përket edhe mua. Dhe e dyta, ka marrë parasysh që në rast se ti e bllokon dhe nuk ndërton tubacionin e gazit. Atëherë, kjo naftë dhe gaz do të dalë me anije. Atëherë çfarë do bëj? Do të bëj të njëjtën gjë që bën Shtetet Bashkuara të Amerikës në Hormuz. Pra, të bllokoj, të bëj pirateri në Hormuz edhe turqit duan të bëjnë pirateri këtu. Ndaj po forcojnë fuqinë e tyre detare dhe raketore. Dhe kanë nisur prodhimin e sasive të mëdha të raketave me rrezet të mesme dhe me rrezet gjatë veprime të cilat mund të arrijnë Izraelin. Sepse e dinë që në rast se ti do t'i ndalosh një anije që niset me naftë nga Izraeli, atëherë forcat izraelite do ta shoqërojnë dhe do të përplasen me forcat turke. Prandaj përplasja është e pashmangshme me Turqinë dhe për këtë arsye Turqia thotë që ne mund të hyjmë nga Siria nëpërmjet nga Siria të hyjmë me forca ushtarake në Izrael. Dhe këtë bën për dy arsye. Pra, për arsyen e parë sepse tashmë ka kuptuar që është përdorur si leck nga Izraeli dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pastaj është hedhur, pra nuk kanë më nevojë për Turqinë. Okej. Dhe po e bën për të marrë këto kapacitete të naftës dhe gazit që ky pretendon që janë këtu, të cilat ju a ka falur këtyre dhe tashmë po pretendon të marrin mbrapsht dhe të përfitojë, derisa këta ta fusin në pjesë ose në Siri, ose ta fusin në pjesë të Beirutit, ose në pjesën e Gazës. Pra, në këto të treja kërkon, se në këtë pjesën e Izraelit normalisht që nuk mund ta fuzë Izraeli. Dhe e dyta po e bën për arsye të brendshme politike, për arsye se ka probleme të mëdha politike brendshme. Duke pasur probleme të mëdha politike, atëherë çka ka zgjedhur kartën e nacionalizmit. Dhe nacionalizmin e shoqëruar me islamizëm. Pra, sulmojmë Izraelin sepse ky sulmon Gazën, ndërkohë që gjatë gjithë kohës Erdoani i la mundësi gjatë kohës që Izraeli bënte dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës bënin masakër dhe bënin genocid në Gaza. Turqia i lindet gjithë anijet që vinin me naftë dhe gaz, që të shkonin naftë dhe gaz nga Turqia dhe të shkonte në drejtim të Izraelit. Dritan, e qartë. Pra i duhet patjetër kjo përplasje edhe si narrativ për ta krijuar në kuptimin e luftës politike të brendshme që ka, që të mbështjellë njerëzit rreth flamurit, pra unë jam patrioti, hajdeni ndaj meje, ndërkohë që ky patrioti i shiti edhe Gazën, ky patrioti i shiti edhe Rusin, ky patrioti i shiti edhe muslimanët. Por tashmë është ndodhur pozitë keqe. Edhe Joe Kent, ish shefi i drejtori i antiterrorit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka deklaruar që një nga arsyet pse po kërkohet largimi i Shtetet Bashkuara të Amerikës nga NATO është sepse po përgatitet një përplasje e Turqisë me Izraelin në Siri. Ndërkohë, nëse shkojmë tek një përplasje, duhet kemi një gjë parasysh. Pa e mbaruar atë, po ndërpres të kërkoj falje. Çfarë lloj përplasje midis Izraelit dhe Turqisë në Siri nuk ka të bëjë fare me NATO. S'ka të bëjë fare me NATO. S'ka të bëjë fare me NATO dhe NATO nuk ndryn fare. Okej, kështu që vetmja që ka të bëjë me NATO është në rast se Izraeli sulmon bazat ushtarake në Turqi. Vetëm atëherë po. Këtu futen ndryn NATO, sepse atëherë është neni 5 që thotë në rast se sulmohet territoret të NATO-s. Siria nuk është territori i NATO-s. Çfarë do lloj përplasje që ndodhi këtu? Nuk hyn NATO sepse s'ka asnjë nen që ta kapi. Dritan, në një skenar të një përplasje, ajo që thot Paremon Erdogani, futje me trupa si në Karabakh edhe në Libi. Sa mundësi ka Turqia, sa e aftër, sa kapacitete ka Turqia që ta bëj këtë në një vend që është gjithashtu i armatosur deri në dhëmb, por që është edhe vend që ka dhe bombën bërthamore. Aktualisht Turqia nuk ka këtë kapacitet të bëj. Nga ana ushtarake të forcave të këmbësorisë, nga ana e këmbësorisë Turqia ka kapacitete, sepse është fuqia më e madhe këmbësore sot për sot në vendet e NATO-s. Pra ka fuqi kapacitete, por ama që ti të çosh këto forca, pra duhet të çosh këto forca nga Turqia, gjithë të kalojnë gjithë Sirinë dhe të vinë këtu. Pra gjithë ky karavan që do të kalojë, do mbrojtje. E para kërkon mbrojtje me ajër, nga ajri. Turqia nuk i ka kapacitetet e tilla që të japë një mbrojtje masive. Çfarë avionësh ka F-16? Ka F-16, ka F-4, F-5 nuk i ka më, pra nuk është se s'ka avion, por nuk ka në sasi të madhe. Në sasi sa për të bërë këtë. Shtetet Bashkuara të Amerikës, më falni, Turqia ka nisur, si thash, prodhimin e anijeve detare në mënyrë që duke parashikuar të që nesër ta sulmojë Izraelin edhe nga deti njëkohësisht, ta sulmojë edhe nga toka, pa ta sulmojë edhe nga ajri. Si ta sulmojë nga ajri? Edhe nga deti dhe nga toka dhe nga ajri. Nga ajri do ta sulmojë nëpërmjet raketave dhe për këtë arsye ka që 5 vjet që ka nisur prodhimin e sistemeve të raketave balistike. Pra duke kopjuar Iranin. Disa dhe vjet ka vendosur që
të nisi prodhimin me shumicë dhe ka ndërtuar dhe ka vendosur sot, me fjalë, vjet dhe si vjet duhet mbarojnë në fund të këtij viti mbarojnë edhe 4 fabrika të tjera për prodhimin e këtyre raketave. Pra ka shtuar kapacitetet për prodhim. Si Irani, por ama i duhet të paktën minimalja 6 deri 7 vjet që të arrijë në një kapacitet të tillë që të arrijë të sepse edhe anijet që kanë nisur, anijet të mëdha luftarake që po prodhon ato 41 anije, duan 5 vjet që të mbarojnë prodhimin e tyre. Pra nuk është se mbarojnë. Pra prandaj duhen 6, 7 në mos pra për të qenë komplet duhet një 10 vjeçar që Turqia të jetë në kapacitetet që